Ministria e Shëndetësisë ka hapur dhe një tender për ta vazhduar ndërtimin e objektit të emergjencës, projekt ky që u pati nisur me 2016 dhe që qysh prej 2019-s në të janë kryer veç punimet e vrashta. Për objektin që fillimisht parashihej të përfundoj brenda 3 vjetosh dhe me kosto prej 8 milion eurosh, tash bazuar në dosjen e tenderit të ri, do ta ketë vlerën totale për projekt pothuajse 21 milion euro. Sipas dokumentacionit të tenderit, zbatimi i projektit parashikohet të zgjas 2 vjet të gjysma, teksa afati fundit për dorëzimin e ofertave është 3 nëntori. Punimet në objektin kryesor, anekse dhe bloqe teknike duhet të zhvillohen paralelisht në mënyrë që të mos kemi vonesa të panevojshme. Afati kohor i planifikuar i përfundimit të tërësishëm të punimeve, përfshirë pranimin e përkohshëm të punimeve dhe pranim dorëzimin e objektit, duhet të jetë jo më shumë se 30 muaj kalendarik. Më 2 prill të 2024-s, Ministria e Shëndetësisë për vazhdimin e projektit e pati zgjedhur një kompani në vlerë gati 20 milion euro. Ky proces fillimisht u pezullua shkaku i disa kërkesave për rishqyrtim e më pas u anulua me vendim të organit shqyrtues të prokurimit. Çështja e objektit të emergjencës dhe ajo e spitalit të Ferizajt, e cila ka një histori të ngjashme zvarritjeje, është diskutuar gjatë javës në mbledhjen e bordit drejtues të shërbimit spitalor klinike universitar. Ndërtimi i objektit të spitalit të Ferizajt nisi me 2018 e parashihej të përfundojë me 2021. Në vitin 2021, koha pati raportuar se si kompania që fitoi tenderin për ndërtim të këtij spitali është denoncuar në prokurori speciale nga Ministria e Shëndetësisë në ndyshimin se i ka kryer veç punimet e vrashta dhe ka kërkuar rishqyrtim të projektit e miliona euro shtesë. Për gjendjen e të dy objekteve, pyetje gjatë mbledhjes, antarja e bordit Vjolca Kadolli i shtroi drejtorit të përgjithshëm të SHSKOK-s, Elvir Azizi, e ai u përgjigj duke thënë se për investimet të dhënat i ka Ministria e Shëndetësisë. Sa e di, informatat e fundit janë se është në proces të vlerësimit. Do të thot oferta për tenderim është në proces të vlerësimit. Objekti i emergjencës ka dështuar komplet, është në riinicim prej fillimit. Ktu ka qenë në proces të tenderimit për mbi 1 vit dhe në fund ka dështuar procesi. Tash është riinicuar. Kur kompletohet, na lehtëson edhe neve sa u përket hapësirave. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës lidhur me atë se pse në objektin e emergjencës është rritur vlera e parashikuar e kontratës, krahasuar me tendere të mëhershëm dhe as në atë nëse për parregullsitë që kanë përcjell këtë projekt ka nisur ndonjë proces hetimor.